Abdullah ibn Gjashi, i pari që u emërua komandanti besimtarve. Sahabi për të cilin do të bëjmë fjalë tani, kishte lidhje të ngushta me Resulullahun sallallahu alaihi wasallam dhe ishte njëri prej muslimanëve të parë. Ai ishte i biri i tezës së pejgamberit alayhi salam, sepse nëna e tij, Umejme binti Abdul Muttalib, ishte tezja e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte mik i të dërguarit Allahut, sepse motra e tij Zeneb bintu Gjash ishte gruaja e pejgamberit alayhi salam dhe njëra prej nënave të besimtarve. Ai është i pari që e ngriti flamurin e Islam e pas kësaj u quajt komandant, prijesi besimtarve. Ky është Abdullah ibn Gjash el-Esedi. Abdullah ibn Gjashi pranoi fen islame para se të hyjë pejgamberi alayhi salam në shtëpinë e Erkamit, prandaj është prej muslimanëve të parë. Kur pejgamberi alayhi salam u lejoi sahabëve të tij të shpërngulen për në Medinë, për të shmangur torturave të kurejshitëve dhe për të ruajtur fenë e tyre, Abdullah ibn Gjashi ishte muhaxhiri i dytë, sepse i kishte paraprir Ebu Selemeja. Mirë po shpërngulje për Allahun dhe braktisja e të afërmve dhe vendlindjes për hir të tij nuk ishte gjë për Abdullah ibn Gjashin, sepse ai së bashku me disa të afërm të tij para kësaj ishte shpërngulur për në Abisini, por shpërngulja e tij kësaj radhe ishte më e gjerë dhe më e përgjithshme. Me ato u shpërngulën familja e tij dhe disa të afërm të tij, si dhe farefisi tjetër nga babai i tij, burra e gra, pleqet e të rinj, dje me vajza, sepse shtëpia e tij ishte shtëpi muslimane dhe fisi i tij ishte fis besimtarësh. Por së dolën nga Meka, shtëpitë e tyre dukeshin të pikëlluara, të vetmuara, të zbrasta, të shkreta, sikur të mos kishte jetuar në to njeri më parë as të mos kishte fjetur njeri në to. Nuk kaloi një kohë gjatë prej shpërnguljes së Abdullahut dhe kush ishte me të, derisa një ditë dolën prisat e kurejshitëve dhe shëtisin në lagjet e Mekës për të parë se kush është shpërngulur prej muslimanëve dhe kush kishte mbetur ende në mesin e tyre. Ata ishin Ebu Xehli dhe Utbe ibn Rebija. Utbeja i pa shtëpitë e Benu Gjashit, se si era i përplaste dy herë dhe tha: "Që në kam bërë të shkreta shtëpitë e Benu Gjashit, po i qajnë banorët e tyre." Ndërsa Ebu Xehli ja ktheu: "Kush janë ata që të qajnë shtëpitë për ta?" Pastaj Ebu Xehli e vuri dorën në shtëpinë e Abdullah ibn Gjashit, e cila ishte njëra prej shtëpive më të mira dhe më të pasura dhe nisi të plaçkis, të marrë gjërat e saj, ashtu siç vepron pronari në shtëpinë e vet. Kur i arriti lajmi Abdullah ibn Gjashit se çka kishte bërë Ebu Xehli në shtëpinë e tij, i tregoi për këtë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, kurse pejgamberi alayhi salam i tha: "A nuk dëshiron Abdullah që të jap Allahu një shtëpi në xhenet në vend të saj?" Atëherë Abdullahu përgjigj: "Si jo, o i dërguari i Allahut." Pejgamberi alayhi salam i tha: "Ajo është për ty." Pas kësaj Abdullahu u qetësua. Por sa u stabilizua Abdullah ibn Gjashi në Medinë, pas vështirësive të shpërnguljes së parë dhe të dytë, dhe se posa e kishte shijuar një grim qetësie nga mikpritja e ansarve, pas torturave të shumta nga ana e kurejshitëve, deshi Allahu që ai të ballafaqohet me provimin më të vështirë në jetën e tij dhe të preokupohet me sprovën më të ashpër që nga koha kur ishte bërë musliman. Prandaj ta përcjelli me kujdes tregimin e sprovës së tij të ashpër dhe të hidhur. Pejgamberi alayhi salam i dërgoi 8 sahabët e tij në një mision të parë ushtarak në Islam. Në mesin e tyre ishin Abdullah ibn Gjashi dhe Sad ibn Ebi Vekasi dhe u tha: "Do të emroj për komandant atë që ka duri më të madh në uri dhe etje." Pastaj dha flamurin Abdullah ibn Gjashit dhe ishte komandanti i parë i emëruar në një grup besimtarësh. Pejgamberi alayhi salam ia caktoi Abdullah ibn Gjashit marshutën e udhëtimit dhe i dorëzoi një letër, por urdhëroi që letrën mund ta hapte vetëm pasi të kalojnë 2 ditë në udhëtim. Pasi kaluan 2 ditë të udhëtimit të xhetës, Abdullahu e hapi letrën në të cilën shkruante: "Kur ta shikosh letrën time, vazhdo udhëtimin derisa të arrish në vendin e quajtur Nahle, ndërmjet Taifit dhe Mekës. Prej aty përcilli lëvizjet e kurejshitëve dhe na informon për lajmet e tyre." Posa përfundoi Abdullahu leximin e letrës tha: "E dëgjova dhe ju përula urdhrit të Resulullahut sallallahu alaihi wasallam." Pastaj u tha shokëve të vet: "Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar të shkoj deri në Nahle, që t'i përcjellim kurejshitët dhe të informojmë pejgamberin alayhi salam për lëvizjet e tyre. Ai më ka ndaluar që ta detyrojnë të njërin prej jush të vijë me mua. Kushdo prej jush të bjerë shahid, le të urdhroj me mua, e ai i cili nuk e do këtë, le të kthehet i paqortuar."
Shokët ju përgjigjen: "E dëgjuam dhe i përulemi Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë rrugën me ty, ku të ka urdhëruar Resulullahu sallallahu alaihi wasallam." Pastaj vazhduan rrugën derisa arritën në Nahle dhe filluan të përgjojnë e të shikojnë rrugët për të përcjellur lajmet dhe lëvizjet e kurejshitëve. Një ditë prej ditësh vërejtën prej së largu një karvan të kurejshitëve, në përcjelljen e të cilit ishin 4 njerëz, e ata ishin Amr ibn Hadermi, El Hakem ibn Kejsan, Uthaman ibn Abdullah dhe vëllai i tij Mugire. Me ata ishte tregtia e kurejshit, në të cilën kishte lëkura, rrushtë të thatë e gjëra të tjera që blenin kurejshitët. Kur e pan këtë, sahabët filluan të konsultohen në mes vete. Ishte dita e fundit e muajve të shenjtë, në të cilët nuk lejohej derdhja e gjakut. Më në fund thanë: "Nëse i mbysim ata, do t'i mbysim në muajin e shenjtë. Në këtë rast do të cënohet shenjtëria e këtij muaji dhe do të jemi objekt kritike nga ana e të gjithë arabëve. Po nëse i lejojmë të kalojnë këtë ditë, atëherë ata do të hyjnë në Mekë, tokën e shenjtë, do të thotë në vendin e sigurt." Sahabët më në fund erdhën në përfundimin e përbashkët se duhet të sulmohen, të mbyten dhe të merret e tërë pasuria e karvanit. Pas një sulmi të furishëm, e mbytën një, i zunëro për 2 vetë, kurse i 4-ti u ambathi këmbë dhe iku. Abdullah ibn Gjashi së bashku me shokët i morën 2 të zënët e robë dhe karvanin dhe u nisën në drejtim të Medinës. Kur ata arritën ke Resulullahu sallallahu alaihi wasallam dhe pa se si kishin vepruar, nuk e pëlqeu atë veprim të tyre dhe u tha: "Betohem në Allahun se unë nuk ju kam urdhëruar të luftoni, por ju kam urdhëruar që t'i përcjellni lëvizjet dhe lajmet e kurejshitëve." I ndali 2 të zënët të robë derisa të marrë vendim rreth çështjes së tyre, ndërsa karvanin as që e pa dhe as nuk mori prej tij ndonjë send. Abdullah ibn Gjashi dhe shokët e tij u penduan shumë dhe ishin të bindur se puna e tyre kishte mbaruar, nga se nuk i kishin përmbajtur urdhrit të Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që i dëshpëronte edhe më shumë ishte se vëllezërit e tyre prej muslimanëve filluan të qortonin dhe çdo herë që kalonin pranë tyre u thonin: "Ta janë ata që e kanë kundërshtuar urdhrin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam." Por ajo që i dëshpëroi edhe më tepër ishte kur morën vesh se kurejshitët e kishin marrë këtë ndodhi si shkak për të diskredituar pejgamberin alayhi salam në mesin e fisëve arabe, sepse ata thonin: "Muhamedi nuk e respekton shenjtërinë e muajve të shenjtë. Ai lejoi derdhjen e gjakut në të, plaçkiti pasurinë tonë dhe i zuri rov njerëzit tanë. Prandaj mos pyet për dëshpërimin e madh të Abdullah ibn Gjashit dhe shokëve të tij për atë që kishte ndodhur, e as për turpin që ndjenin ata para Resulullahu sallallahu alaihi wasallam për shkak të pozitës së keqe në të cilën e kishin bën." Pasi dëshpërimi kishte arritur kulmin dhe fatkeqësia ishte bërë barë e rëndë mbi supet e tyre, atëherë u erdhi lajmi i gëzuar se Allahu xhaleshanuhu ishte i kënaqur me veprimet e tyre dhe për këtë kishte zbritur ajetet e Kuranit. Atëherë nuk mund ta marrësh me mend gëzimin e madh që i kishte kapluar zemrat e tyre, kurse njerëzit i përqafonin ata duke i përgëzuar dhe uruar, si dhe duke u lexuar prej Kuranit atë çka kishte zbritur rreth veprës së tyre. Lidhur me këtë, pejgamberit alayhi salam i zbriti fjala e Allahut: "Të pyesin për muajin e shenjtë, për luftën në të, thuaj: luftimi në atë muaj është mëkat i madh. Por shmangja nga rruga e Allahut dhe mohimi i tij dhe tempullit të shenjtë dhe përzënia e banorëve të tij është mëkat më i madh tek Allahu, kurse shpifja është mëkat më i madh se vrasja." El Bekare 217. Pasi zbritën ajetet e përmendura, u qetësua zemra e pejgamberit alayhi salam, e mori karvanin, i liroi 2 të zënët e robë dhe u pajtua me veprimin e Abdullah ibn Gjashit dhe të shokëve të tij, sepse lufta e tyre ishte ngjarje me rëndësi në jetën e muslimanëve. Preja e saj ishte preja e parë që merrej në Islam. I mbyturi në të ishte pabesimtari i parë, gjakun e të cilit e kishin derdhur muslimanët, kurse 2 të zënët e robër ishin robërit e parë që kishin rënë në duart të muslimanëve. Flamuri i saj ishte flamuri i parë të cilin e kishin ngritur duart fisnike të Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, dhe komandanti i saj ishte Abdullah ibn Gjashi, që është quajtur komandanti i parë i besimtarëve. Pas pak kohë ndodhi betejë e Bedrit, në të cilën Abdullah ibn Gjashi tregoi heroizëm të jashtëzakonshëm, gjë që ishte në nivelin e besimit të tij. Nuk shkoi pak kohë dhe ndodhi betejë e Uhudit, në të cilën Abdullah ibn Gjashi dhe Saad ibn Ebi Vekasi patën një ndodhi që nuk mund të harrohet. Ja japin fjalën Saadit të na rrëfej për ndodhinë e tij dhe të shokut të tij. Saad ibn Ebi Vekasi tregon: "Para se të filloj lufta e Uhudit,
Më takoi Abdullah ibn Gjashi dhe më tha: "A nuk dëshiron t'i lutesh Allahut?" Ju përgjigja: "Si jo." U shmangëm vetëm ne të dy. Unë i pari u luta dhe thash: "O Zoti im, kur të takoj armikun më ballafaqo me një të fortë prej tyre, të mlefosur e të ashpër, që ta luftoj atë dhe të më luftoj mua. Pastaj më dhuro mua fitore mbi të, derisa ta mbys atë dhe ta marr trofeun e tij." Abdullah ibn Gjashi i kishte ngritur duart të lartë gjatë lutjes time. Bëri amin e pastaj tha: "O Zoti im, më ballafaqo me një njeri të fuqishëm guximtar, ta luftoj për hir tëndin e të më luftoj, pastaj të më marr mua dhe të ma këpus hundën time dhe veshat e mi, e kur të takoj ty nesër do më pyesësh: përse të është shkëputur hunda jote dhe veshat e tu? E unë do të përgjigjem: për ty dhe për të dërguarin tënd. Ti do të thuash: ashtu është." Sad ibn Ebi Bekasi pastaj tha: "Lutja e Abdullah ibn Gjashit ishte më e mirë se lutja ime." Duke shëtitur në mbarim të ditës, e pash trupin e tij të masakruar e hunda e tij dhe veshat e tij ishin varur në degët e një druri. Allahu xhaleshanuhu ju përgjigji lutjes së Abdullah ibn Gjashit, të cilin e nderoi me rënien e tij shahid, ashtu siç e nderoi dajën e tij, zotriun e dëshmorëve, Hamza ibn Abdul Mutalibin. Pejgamberi alayhi salam i varrosi të dy në një varr, e lotët e tij të pastër e u isnin dheun e tyre, të parfumosur me erërat e bukura të Shahidullahu.